Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, selam dhe salavatet qofshin për me të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë ditën e ditën e gjykimit. Jemi duke folur me radhë në lidhje me adhurimet e zemrës, me veprat e zemrës si adhurimet e saj. Dhe pasi që kemi trajtuar frikën, shpresën, pastaj kemi folur për sabrin, kemi folur për kënaqësinë, e radhës është falënderimi, apo arabisht që njihet e shukr. E shukr nganjëherë përkthehet sikur falënderim, nganjëherë përkthehet sikur mirënjohje. Shukri, pra falënderimi po e përdorin këtë rast, është një prej adhurimeve më madhështore të zemrës. Nga se robi nuk bën ndonjë lëvizje, besimtari nuk ndodh as mi hap e mi mbyll syt vetëm se është në begatitë e Allahut të lartësuar. Andaj ka nevojë që mi falëndëru Allahun në vazhdimsi. Nga se nuk ndodh mi bën ndonjë lëvizje vetëm se ka nevojë që mi falëndëru Allahun, që Allahu mi arrit atij ato begati. Nga se Allah i lartësuar thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid." Thot Allah i lartësuar kur Allahu njofton dhe urdhër. Kur Allahu urdhëron dhe tregon. Nëse ju tregoni mirënjohës, pra nëse ju falënderoni, unë do t'ja ushtoj të mirat. Unë do t'ja ushtoj të mirat. Nëse ju mohoni, atëherë dijeni se dënimi im është i dhimbshëm, dënimi im është i rënd. Prandaj edhe pe dietarëve kanë pasur që falënderimin e kanë quajtur sikur rujtës i begative. Ti ruan begatit që i ke, edhe ti shton ato. Nga se Allah i lartësuar ka premtuar. Nëse ti tregohesh falëndërues, kam të shtu të mirën. Prandaj na kena nevojë vazhdimisht mi falëndëru Allahun. Nëse shikojmë nga aspekti gjuhësor, e shukr, në gjuhën arabe në kupton diçka që është me falëndëru mirënjohje, përdoret kur gjurmët e begatisë shfaqen në të jashtmen. Thuhen dabetun shakur, thuhet në gjuhën arabe dabetun shakur, kafsha është majm, është ngop dhe është trash pasi që ka ngrënë shumë. Sikur nënkuptojmë nga gjuha arabe se kur dikush falënderon i shfaqen begatitë që i ka në të jashtmen e tij, i duken në gjymtyrët e tij, i duken në gjuhën e tij dhe në sjelljet e tij në përgjithësi. Ndërsa në terminologji, nga aspekti fetar, falënderimi ka dy boshte. Një është falënderimi i robit ndaj Zotit, që robi më kon mirënjohës ndaj Zotit, ndaj begative të tij, dhe tjetra është që Zoti më kon mirënjohës ndaj robërve të tij. Qysh nënkuptohet? Allahu i lartësuar me qenë mirënjohës ndaj robërve të tij i bjen që Allahu është vlerësuesi më i mirë. Andaj pe emrave të bukur të Allahut i lartësuar është Esh-Shakur, vlerësuesi dhe mirënjohësi më i mirë. Shakir, ai që të falënderon ty. Paramendo Allahu i lartësuar ty të begaton. Të jep sukses. Të përkrah, ti e bën një vepër të mirë, atë vepër ta shpërblen 10 fish, deri në 700 fish, deri në pa kufi, madje është vlerësuesi dhe mirënjohësi më i mirë ndaj teje. Allahu i lartësuar kur i përshkruan banorët e xhenetit thotë: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan." Falënderimi i takon Allahut, lavdërimi i takon Allahut, i cili na largoi neve mërzinë. Inna rabbana laghafurun shakur. Me të vërtetë Zoti jon është Ghafur, është falës i madh dhe është Shakur, është falëndërues. Pra Zoti jon është falëndërues. Allah i lartësuar neve na begaton me të mira. Na jep sukses. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Na mundson që më fal, na mundson që më marr avdes, edhe në fund Allahu i lartësuar është Ghani, është më i pastër, s'ka nevojë për neve, po nga bujaria dhe mirësia e tij ndaj nesh, le që na mundson me bëj vepra të mira, po na i vlerëson ato. Ne i pranon ato, edhe në kohën shumë të vogla, edhe në kohën shumë jo cilësore. Ne i llogarit ato sikur të mëdha. Paramendo ne i falim namazet, sa namazet i falim ditë Hamza? Sa na shkruan? 50. Do të thonë Allahu i lartësuar ti vlerëson shumë. Një vepër ti e bën, ta shumë fishon. Një namaz 10 fish. 5 namaze deri në 50 namaze, do të thonë në vlerë tek Allahu i lartësuar. E këto e gjejnë vetëm tek Zoti jon, që është më bujari. Prandaj e shohim që kur dikush lë një vepër, kur dikush e lën një gjëna, nuk e bën, e ka njet mi bë, por nuk e bën, Allahu i lartësuar ja vlerëson që e ka lënë gjunahun, ja shkruan një vepër të mirë. E nëse dikush
e synon veç niyetin e ka mi bo veprën e mirë. Po hala nuk e bën, ja shkruan Allahu veprën e mirë. Kur ta bën, nuk ja shkruan një herë, ja shkruan 10 herë, 10 fish. Pastaj ja mundson me bo veprën tjetër për kështu me radhë. Prandaj e shohim qysh Jusufi alayhis salam kur ka qenë në burg, ka qenë në ngushtinë e burgut. Apo mirë po i ka rujt kufit e Allahut. Ka duru, ka qenë i kënaqur me caktimin e Zotit, apo shën qysh lidhen veprat e zemrës, lidhen me njëra tjetrën. Jusufi alayhis salam ka qenë i kënaqur me caktimin e Zotit, nuk ju ka afru gjunahut të cilën e ka josh ajo gruaja, edhe ka qenë i kënaqur që më shku në burg. Kur ka duru dhe u koni kënaqur me caktimin e Zotit, e ka falendëruar Allahun që sakrificë të Jusufit alayhis salam me shka ja ka shpërbly, në ngushtinë e burgit, ja ka shpërbly Allahu duke e vendos në zgjersinë e dunjas, duke e bë pushtetar, udhëheqës të depove të Egjiptit. Po ashtu sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai kanë përzon pe Mekës, i kanë përzon. Me i kanë maltretu, i kanë dëmtu, i kanë përndjek, e kanë lënë Mekën, ndërkohë që Allahu i lartësuar sakrificën e tyre, ja u ka vlerësu dhe ja u ka shpërbly shumë fish. Madje ju ka jap gjurmët e këtij sakrifice, ja u ka dhënë në dunja, duke i bërë sundimtar, derisa e kanë çliru lindjen e perëndimin. Prandaj e shohim se qysh Allahu i lartësuar, ja u vlerëson robërve të tij. Mirë, e ne qysh duhet mu tregu nëse Allahu i lartësuar është kaq i vlerësues i madh, na i ruan begatit, na jep sukses, ne i shton ato. Kjo është nga vlerësimi i Allahut ndaj nesh. Nga mirënjohja e Allahut ndaj robërve të tij. E ne qysh me qenë mirënjohës ndaj Zotit, qysh mi falënderuna, qysh mi aktivizu qit adhurim në zemrat tona, ka thonë Ibn Qayyimi. E para është që mi njoh begatien. Mi njoh begatien, nga sa Allah thotë: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo begati që e keni prej Allahut. Mi ditë që e ki prej Allahut. Prandaj edhe në dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, sidomos në dhikrin e mëngjesit ka ardhur: "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr." O Allah, unë kam gdhi, e kam zonë sabahin, e kam zonë agimin. Dhe çdo begati që e kam unë është prej teje. Dhe çdo begati që e kanë krijesa të tjera për rreth meje është vetëm prej teje. Ty të takon falënderimi dhe ty të takon mirënjohja. Këta e themi ne në çdo mëngjes. Pra fillimi i falënderimit të Allahut ndaj begative të tij ndaj nesh, të cilat janë të panumërta. Allahu na thot në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse keni më mundu mi numëru begatit të Allahut, s'keni më shumë mi u dalë në krye. Aq të shumta janë. Pa limit janë. Shumë, nuk mundesh mi nxjerrë sa shumë janë. Prandaj fillimi i falënderimit të Allahut për begatit është mi njoft begatit. Masi që ti një begatit, edhe një krijuesin të cilit ka begatuar ato begati, këto begati pasojnë të ti në gjuhën tënde lavdrim për Zotin. Prandaj në mëngjes qohesh dhe fal namazin e sabahit, që mi falëndëru Allahun për begatit që ti ka jap. Pastaj çtohet në zemrën tënde dashuria për Allahun. Sikurse që ti e don dikën që të bën dhurata, Allahu i lartësuar të bën dhurata në çdo hap që e qet ti. Sa hap e mbyll syt, ti ki dhurata prej Allahut vazhdimisht. Tash është prej teja, a do mi qujt dhurata apo jo? A do mi qujt sikur borxhe, a çu do mi qujt? Po çdo begati që e ki, shikimin, dëgjimin, të folurën, shokët, prindrit, vëllezërit, motrat, që njerëz të respektojnë gjatë rrugës, që njerëz përshëndesin gjatë rrugës, sigurinë, shëndetin, ki shtëpi, ki mjet të udhimit, të gjitha këto janë për begative të Allahut. Tash ti, a duhet më të ushtu dashuria për Allahun apo jo? Me rregull, për mi aktivizu falënderimin në zemër, këtë adhurim të zemrës, pra mas pare mi pranu, mi njoh begati që i kemi, më të ushtu dashuria në zemër për Allahun e lartësuar se o ka t'jep shumë, e me thonë o Allah falem, më të ushtu dashuria, me thonë o Allah falem që po ankona sa shumë je kam jep, dhe e treta shkallë e falënderimit, se qysh mu kallëzu na falënderus, masi që i njohëm begatit, i atribuojmë Allahut, e dojmë Allahun më shumë, këto begati mi nënshtru në adhurim ndaj Allahut. Mi nënshtru në adhurim ndaj Allahut. Pra, nëse Allahu ta ka dhënë shikimin, pra ti shem me sy, kur don mi llogarit si begati ndaj Allahut, me këta sy mos shikon në haram.
Edhe kur bjen shikimi në haram, kërko falje. O Zot, ky begati është prej teje, kërkoj falje që e përdora për diçka që nuk duhet mi përdor. O Allah, ndihmom rumi syt. O Allah, ndihmom rumi syt edhe bënëm falëndërues vazhdimisht. Ruma dëgjimin, ruma gjuhën që mos më fol fjalë të ndaluara. Rumi duart që mos më prek haram, rumi këmbët që mos më shku nga harami. Të gjitha këto begati që i ki me lut Allahun që mos mi përdor për haram. Nga se shka përdorën për haram, përfundimin e kanë dënimin, ndërsa shka përdorën për nënshtrim ndaj Allahut, për adhurim ndaj Allahut, përfundimin e kanë shpërblimin, ose dënim në përjetësi, ose shpërblim në përjetësi. Andaj neve na mbetet me zgjedh. Neve na mbetet me zgjedh. Cilën rrugë po don? Mi falendëru Allahun apo mi muhu? Apo don më bë pe atyre të paktëve, të cilët Allahu i lartësuar thotë: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur." Pak prej robërve të mi janë falendërues. Pak. Shumica njerëzve janë mohues. Shumica për njerëzve begatit që i kanë qysh në mëngjes nuk i shohin si begati. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kush gdhihet, kush zgjohet në mëngjes dhe ka ushqimin e çasaj dite, dhe është i shëndosh në trupin e tij, dhe është i sigurt në vendbanimin e tij. Pra ki ushqimin, e ki shëndetin, e ki vendbanimin, është sikur se mi u dhën tërë dunjaja. Kush prej nesh nuk e ka pasur këto sot? Të gjithë ne. A kemi falendëruar Allahun për loçkës zemrës? Me thonë: "O Allah, ty ta kon falendërinë, jam njeriu më i pasur." Nga sa ai që është i smut, dëshira e tij e vetëm është që më shëru. Ndërkohë që ne alhamdulillah jemi të shëru, jemi të shëndosh. Ndërsa ai që nuk ka ushqim, dëshira e tij e vetëm është mi ngop barkin e tij. Ndërsa ai që nuk ka shtëpi, dëshira më e madhe e tij është mi pas një kulm mbi kokë. Me pas një shtëpi që më flet rahat, që mos më kon në shi, në borë, në ftoftë të nxehtë, po me pas vendbanim të sigurt. E ti, alhamdulillah, qohësh ki shtëpi. E ki dhomën tënde madje. E ki ujin e nxehtë me dash më pastru. E ki klimën kur të vjen të nxehtë. Apo, të gjitha këto begati lypin falënderim. Nga se shumica njerëzve e mohojnë. Shumica njerëzve janë nënçmues ndaj begative të Allahut. Nuk i vlerësojnë. Andaj na duhet të jemi prej atyre që falënderojnë Allahun me gjuhë, me zemër dhe me gjymtyr. Keni dëgju dallimin mes elhamd dhe shukr. Dyat po i përkthej sikur falënderim. Elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimi të kanë Zotit të gjitha botëve. Edhe shukr po i thon falënderim. Po është një farë dallimi. Dietarët kur kanë treguar se çka i bën elhamd dhe shukr, kanë thonë elhamd është një lloj falënderimi që shpreh lavdërim për begatusin, edhe e falënderon Allahun e lartësuar në vetë qenien e tij për emrat dhe cilësitë e tij të përsosura, po ashtu e falënderon për begatit e tij. Ndërsa shukri është falënderim ndaj Allahut vetëm për begatit që ti ka jap. Pra hamdi është më gjithë përfshirës se sa shukri. Ndërsa shukri është në anën tjetër më gjithë përfshirës se shprehet me gjuhë, me zemër edhe me gjymtyr. Nga sa Allah i lartësuar thot: "I'malu ala Dawuda shukra", dhe tregohuni mirënjohës me vepra o familja Davudit, "wa qalilun min ibadi ash-shakur", dhe pak prej robërve të mi janë falënderues. Allah i lartësuar thot: "E Allahu na bëfti këtyre që janë pak, që janë falënderues, që janë mirënjohës ndaj begative të Allahut, që janë mirënjohës ndaj udhëzimit, ndaj imanit, ndaj sunetit, ndaj Kuranit, të cilën Allah i lartësuar na ka begatuar me to." Pastaj duhet mi pas parasysh se Allah i lartësuar në grada e adhurimeve, falëndrimi është prej gradave më të larta. Falëndrimi është prej gradave më të larta. Madje është gradë më e lartë se sëdurimi, është gradë më e lartë se sa knatësia. Falëndrimi i ka përfshi të gjitha gradat e fejes. Andaj ne duhet të bëjmë çmos që të jemi falëndërues ndaj Allahut të lartësuar. Pastaj në fund të fundit, ai që falënderon, Allah na ka treguar në Kur'an që kush falënderon për veten e tij. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Allah i lartësuar na thot dhe na tërheq veten, na kërcënon dhe na thot: "Dije, mos tin vetë janë çef, se për falënderimin që ti e ka bën për vetveten. E mira falënderimit dhe mirënjohjes tënde ndaj Allahut kthehet ty mas pari.
Kur kujt që ka i bën mirë përveç vetes. Mas shumti kujt i ka i bën mirë është vetvetes. Se kur ti falendron, Allahu t'i shton begatit. Pra ty t'i shton. Ti ruan begatit që i ke. Prandaj Allahu thot: "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dijeni mirë se kush mohon, kush ja kthen shpinën fes, kush i mohon begatit e Allahut, kush nuk i njeh begatit e Allahut, dije se Allahu është i vetë lavdëruar, nuk ka nevojë për falënderimin tim as për tëndin. Allahun e lavdërojnë, e falenderojnë, e përmendin, shka ka në qiell, shka ka në tokë. Ne jemi ata që i bëjmë vetes mirë, duke e falendëruar Allahun, duke e adhuruar Allahun. Prandaj këto mos e harro kurrë. Momentin që ti qosh dhe i fal 2 rekate, e fal drekën, e fal ikindin, akşamin, yatsin, qosh për sabah. Mos ragjëks. Mos u mbor, që i ka i bën dikuj mirë, vetvetes i ka i bën mirë. Si ka i bën që e ka qosh për mi fal namazin e sabahit, si ka i bën prindërve mirë, vetvetes. Se vetveten i e ka qenë në xhenet, me ndihmën dhe me lejen e Allahut, dhe e ka shpëton nga zjarri i xhenemit. Prandaj mos mendon që ti e ka qosh mi fal namazin e sabahit, i ka i bën mirë prindërve të tu. Në mënyrë indirekte po ashta. Se ata e gjojnë shpërblimin e edukimit ndaj teje. Mirë, po mas shumë ti shka i ka i bën vetvetes, je duke e ruajt vetveten nga përfundimi në zjarr xhenemit. Prandaj mos e harroni kur wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Kush falendron, është ka falendron për veten e tij. Dhe mos harroni se pak prej robërve të Allahut janë falendërues. Mjafton për vlerën e falënderimit mi ditë që Allahu e ka emrin Shakir dhe Shakur, vlerësuesi më i mirë dhe mirënjohësi më i madh. Pastaj Allahu na thot në Kur'an: "Fadhkuruni adhkurkum." Përmendni mu, unë i kujtoj. "Washkuruli wa la takfurun." Dhe falënderoni dhe mos mohoni, është urdhër të cilin Allah i lartësuar na ka bë, është obligim, të cilin ne duhet ta tregojmë ndaj Allahut të lartësuar. Pastaj të gjitha këto ajete të cilat i përmenda, pi ashtojmë edhe disa hadithe të cilat thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ajaban li amri al-mu'min." Sa çuditshme që është çështja e besimtarit. Nëse e godet e mira, nëse e përfshin e mira, e falendron Allahun dhe kjo është mirë për ta. Nëse e godet sprova, bën sabër dhe kjo është hajër për ta dhe kjo nuk është vetëm se për besimtarin. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër thot: "Allahu është i kënaqur me robën i cili kur e ha ushqimin, e falendron Allahun për ta. Kur pe diçka, e falendron Allahun për ta." Pra fiton kënaqësinë e Allahut duke e falendëruar Allahun. Prandaj edhe nga suneti, që është sunet i thjeshtë, kur të pin ujë, bismillah, në fund është me thonë elhamdulillah. Me thonë elhamdulillah kur të han ushqimin, elhamdulillah kur të veshësh, elhamdulillah kur të shtin, kur të mërtheshmja, është sunet me thonë elhamdulillah. Pra në çdo hap, në çdo porë të jetës tënde duhesh mi falendëruar Allahun e lartësuar. Dhe kështu e fiton kënaqësinë e Allahut. Mirë, e qysh mi realizuna, nëse ka që rëndësishëm që ka falënderimi, e para, mi aktivizu dashurinë për Allahun e lartësuar në zemër. Nga se Allah i lartësuar, kur të në ulesh me hongër buk, veç më ul mi meditu rreth begative të ushqimit. Se qysh ka pas, sa njeri ju dash mi përgadit qatë ushqim që me të arë ty, që ai ushqim i servuar në trezë. Edhe ti veç mi bo hazër edhe mi kafshu edhe mi hongër. Sa njeri ju është dash me vepru, kjo kërkon falënderim. Për ujin e pastër që e ki, që nuk ki nevojë më shku mi filtru e mi pastru. Kjo kërkon falënderim. Momentin kur ti kujton këtu kështu begatit, atëherë ti në zemër ushqen dashuri për Allahun dhe kështu vazhdimisht je falënderues ndaj tij. Po ashtu me shiku për madhështinë e Allahut. Se qysh Allahu mas pari ka përzgjedh ty, të ka bë musliman, të ka udhëzuar në sunet, të ka mësu Kur'anin, din mi lexu arabisht direkt fjalën e Zotit, të ka përzgjedh ki lind me një familje islame, me prind musliman që dojnë, që luten për ty. Këto janë begati. Kjo është prej begatisë se Allahu ndaj teje, të ka përzgjedh, e ka përzgjedh familjen, të ka përzgjedh ty, me emën e me mbi emën. Para mendoj veç me pas lind me një familje që s'janë musliman. Sa tu kish dash mi kërku të vërtetën? A nuk është begati e madhe që kemi lind në familje islame? Jemi kandidat për me shku në xhenet. Begati në përjetësi dhe me shpëtu nga zjarri i xhenemit në përjetësi. Pastaj njëra prej shkaqeve shka e tërhek edhe na bën falëndërues shumë është këshilla të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ja u ka bu sahabeve. Ju ka thonë, mos e leni pas namazit, asnjëherë pa thënë, Allahumme a'inni ala dhikrik, wa shukrik, wa husni ibadetik. O Allah, më ndihmo që të përmendi ty, që të jem falendërues dhe mirënjohës ndaj teje, dhe që të adhuroj sa më mirë që është e mundshme. Qysh mi thon Hamza? Lutja? Allahumme a'inni ala dhikrik, wa shukrik, wa husni ibadetik. 3 fjalë janë, ama me kuptime madhështore. Dhe këta mi praktiku qysh nga sot. Çka të sillesh, thuje këtë lutje, që Allahu më të ndihmu mi falendëru. Se edhe gjua që o ka të levizë dhe e ka thua elhamdulillah është begati prej Allahut. Sa Allah është ka ta mundëson. Sa njëri e din fjalën elhamdulillah po nuk e thot. Që Allah është ka të jep sukses, Ubejt mi thonë elhamdulillah, është begati prej Allahut, lyp falendërim shtesë dhe vazhdimisht jeni falendërim. Allahu të begaton, ti falendëron. Allahu të begaton, ti falendëron. Derisa të dorëzohesh dhe thua zot smuj me të falendëruar nga se ketjen prej teje. Kjo është begatia. Kjo është falendërimi. Mi ditë që vazhdimisht dush mi falendëru Allahun dhe mi kuptu dhe mu bin se nuk mundesh mi dal hakit Allahut, se sa të shumta jem begatit Allahut ndaj teje. Mirë, çka përfiton nëse je falendërues? As pari Allahu don. E përfiton dashurinë e Allahut. E kur Allahu don, jepi robërve të afërm të Allahut. Allahu është waliul mu'minin, është kujdestari, është mbrojtësi i besimtarëve të tij, është mbrojtësi i të dashurve të tij. Kujdeset për ta, i ruan nga rreziqet. Në dunja dhe në ahiret, i ruan dhe i mbron nga frika në jetën e varrit, nga frika në ditën e gjykimit, derisa i siguron dhe i bën nga banorët e xhenetit. Derisa e derdh kënaqësinë e tij mbi robërit e tij të dashur dhe i thot mo nuk hidhrohem kurrë ndaj juve. Kjo është, me qenë ti falendërues, jepi robërve të përzgjedhur të Allahut që Allahu i don. Pastaj arrin afërsinë e Allahut dhe shpëtimin, arrin shpëtimin. Pastaj përfiton nga shenjat e shpallura të Allahut në Kur'an. Pastaj e ruan vazhdimsinë e begative që i ki. A dini cila është frika më e madhe të pasurve? Frika më e madhe të pasurve është që mos po varfrohen. E ti e ki rrugën më të shkurt, mi rujt begatit. Ase ti je më i pasuri. Je i begatuar në shëndet, je i begatuar në iman, je i begatuar në familje, ti je më i pasuri i dunjas. Varësisht çu shikon veten. Nëse do të mi rujt çet pasuri, përkushtoje falëndërimit të Allahut dhe kimi rujt dhe kimi shtu begatitë të Allahut. Mirë, qysh manifestohet falëndërimi? Qysh e dijmë na se kemi realizuar falëndërimin? E para është gjuha jote vazhdimisht e përmend Allahun dhe e lavdron Allahun. Se përmendja e madhe ndaj Allahut është që ti nuk e harron Allahun. E kujton Allahun. E nuk ki mundësi ti mi përmend Allahun vetëm se duke të dhënë Allahu sukses. Sa më shumë që e falendron Allahun, aq më shumë Allahu ka më të rujt këtë begati dhe ka më të jap sukses që ti mi falendëruar Allahun. Pra para, kimi përmend Allahun dhe mi falendëruar shumë. E dyta është për shembull sejdja e shukrit. E kujtohet sejdja e shukrit që kena marrë te fikhu. Domethënë kur ty të vjen një begati e madhe prej Allahut të lartësuar, mira Allahut në sejdë. Kjo është njëra prej formave se çysh manifestohet kur ti je falendërues. Pastaj sa herë ti e lexon surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, përjetoje. Çka e ka thonë? Përjetoje duke thonë falëndërimi dhe lavdërimi i takojnë vetëm Zotit të gjitha botëve. Për gjitha begatit. Për të gjitha begatit, të panumërta që janë. Pastaj wa bi ni'mati rabbika fahaddith. Manifestohet falëndërimi duke i tregu ti begatit që i ki. Mi o tregu njerëzve që ki dije, që e din matematikën, që e din gjuhën, huj, këta. Pse mi o tregu, Muhammed? Për më mburr? Apo mi o dalë ndim? Mi dalë ndim, mi shpërnda, mi bo sherë, çdo begati shka i ki me të tjerët. Mos më kone egoist. Pra, i tregon begatit të Allahut, që edhe të tjerëve mi o kujtu që më bo falendërus ndaj Zotit, edhe ti e falendëron Allahun për këto begati që i ki, dhe nëse ai ka nevojë për ndihmë, i ndihmon. Se pa ako lutesh për to që edhe Allahu mi begatu ata me ato begati që i ki. Po ashtu, prej çush manifestohet tjetër, është që gjymtyrët, pra, mi rujt nga harami, po mi përdor vetëm për halal. Pra syt mi përdor për halal.
vesht për halal, gjuhën për halal, duart, këmbët e të gjitha gjymtyret. Ndryshe tjetër që shfaqet begatia është kur njëri është falendërues ndaj Allahut, shfaqet edhe diçka tjetër. Është edhe falendërues ndaj njerëzve. Nëse dikush ja bën një të mirë omer, e falendëron. I thua Allahu shpërbleft. Faleminderit shumë. Allahu të begatoft. Allahu ta ktheth më të mira. Allahu mos ta harroft kur këtë mirë që më ke bëu. Pse? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush nuk i falendëron njerëzit, se ka falendëruar as Allahun. Nga se ai që nuk i falendëron njerëzit, gjuha e tij nuk mëson të falendëroj, as Allahun se falendëron. Ose është mohues i begative. Në popull njihet sikur buk përmës. Pra buk përmës sikur nuk e vlerëson as mirën më të vogël, e gjunë që atje, e flak tutje. Nuk njihet si falendërues. E falendëruesi vlerëson edhe për të voglën edhe për të madhen. Madje edhe për troshat, më të imta të bukës, është falendërues ndaj Allahut. Ai që falendëron për të voglën, ai falendëron edhe për të madhen. A kemi shembuj nga selefi dhe nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me falënderimin? Padyshim. Falendëruesi më i madh është shembëllyra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai është fal aq shumë sa që ju kanë ajt këmbët, nuk e fal natën. Pra le që ka fal farzët, ka fal sunetet, është fal natën me orë të tëra. Kur ka ardhur Abu Bekri, kur ka ardhur Bilali, me thirr për sabah, ka thonë: "E fala yakuna abdan shakura", a mos jam rob falendërues, a mos jam rob falendërues. Çfarë ka thonë Bilali? Mjaft o Rasulullah, mos e mundo veten kaq shumë. A nuk ti ka fal Allahu të gjitha gjunahet? Po, ja ka fal Allahu të gjitha gjunahet, të kalurat, të tashmet, të ardhmet, ka qenë i mbrojtur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, është fal natën aq gjatë si mirënjohje ndaj Allahut për këto grada të larta, për këtë pozitë të cilën ja ka dhënë. Çfarë ka thënë? E fala yakuna abdan shakura. Pra, sa më shumë që je falendërues, je hi në atë rrethin e ngushtë të robërve të Allahut të lartësuar. Nga se Allahu i lartësuar ka thonë: "Wa qalilun min ibadi ash-shakur", pak nga robërit e mi janë falendërues. Elusim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur, na bëj neve rob falendërues dhe mirënjohës ndaj tij, na i ruaj begatit dhe të na i shtoj ato. Na i ruaj begatit dhe të na i shtoj ato, dhe të ripërtri imanin, dhe të na mundsoj që ta shijojmë ëmbëlsinë e tij, dhe të na mësoj Kur'anin dhe Sunetin, dhe t'ja mësojmë të tjerëve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.